Ende s'keni vendosur shka të përgatitni për dreka për përdor, do ju sjell një mënyrë shumë të lehtë. Merrni një pulë dhe merrni perime të ndryshme, karrota, brokull, patate, kungulleshk, i vendosni në një kese për pjekje, i prehni në copëza të vogla karrotat, prehni dhe patatet në copëza katrore, kungulleshkën në feta të holla, i vendosni të gjitha në kesën për pjekje, ju hedhni melmesa të ndryshme, veget, biber zi, biber të kuq, vaj dhe e mbyllni kesën dhe bëni përzierjen e të gjitha perimeve që ta marrin vajin dhe melmesat. Nga ana tjetër majmë dhe e marinojmë pulën me veget, krip, hudhër bluar, vaj dhe pulën e vendosim te kesja, i vendosim gjitha në tepsi, pjekim temperaturë 220 gradë rreth 1 ore. Pasi të bëhet pjekja, ja largojmë kesën për pjekje dhe i hedhim në tepsi, përsëri i vendosim në furrë për t'i rreshkavë. Ju bëft mirë.